Një person ka mbetur I vdekur dhe 2 të tjerë janë plagosur si pasojë e një aksidenti të regjistruar në orët e pasdites së mërkurës në rreth rrotullimin e Saukut që lidh Unazën e Madhe me autostradën Tiranë-Elbasan. Si pasojë e përplasjes, kamion betoniere ka çarë barrierat metalike mbrojtëse të rreth rrotullimit dhe ka rënë në nivelin e poshtëm të aksit rrugor Tiranë-Elbasan, ku ka përplasur edhe një automjet tjetër. Për pasojë, njëri prej personave që udhëtonte në kamion ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa personi tjetër, pasagjer me të, është transportuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë, drejtuesi I automjetit tjetër, shtetasi RN, rreth 28 vjeç, është dërguar në spitalet e ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti ka ndodhur në të njëjtin vend ku në mars të vitit 2023, një automjet tip Audi çau barrierën dhe përfundoi në nënkalim. Bilanci në atë rast ishte edhe më tragjik, me vdekjen e 3 të rinjve, përkatësisht 20, 22 dhe 23 vjeç.